Në librin e Perlat Çavushit, me titullin Kush e vrau Mehmet Çeun, në kapitullin Edhe agenti CIA-s, autori shkruan si më poshtë: sipas tablos sinoptike që ka hartuar Enver Hoxha, Mehmeti ishte vënde në shërbim të CIA-s amerikane. Enveri nuk kursehet. Nga hetimet pas vetvrasjes së Mehmet Çeut dhe nga dokumentet që ka në dorë partia, rezulton se Mehmeti ka qenë i rekrutuar nga amerikanët që kur ndiqte shkollën e Fulcit në Tiranë. Me urdhër të tij shkojnë për studime në një shkollë ushtarake në Itali, po me urdhër të agjenturës amerikane u dërgua edhe në Spanjë. Mëtej sipas Çavushit kemi një trajtim në tekstin e Nexhmie Hoxhës në librin Misi e Tralltuar, ndërsa shkruan: në shkosh rekrutuar si agenti i CIA-s, nuk dihet sakt, por siç del nga një letër e një agenti amerikan të CIA-s, dërguar një agenti të vjetër shqiptar. Kjo ka ndodhur para se Mehmet Çeu të shkonte në kampin francez të refugjatëve pas luftës antifashiste internacional në Spanjë, siç shihet në mes asaj që shkruar në tablon sinoptike dhe asaj se çfarë shkruante te Nexhmia Hoxha, ka mospërputhje. Enver Hoxha siguron që Mehmet Çeu ishte rekrutuar që në shkollën teknike të Fulcit, ndërsa e shoqja e përcakton si kohë të rekrutimit një periudhë të mëvonshme, pra para se Mehmeti të shkonte në kampin e refugjatëve në Francë. Mbështetur në dosjet e deklasifikuara të Harry Fulc, duket se ky personalitet ka qenë drejtori i shkollës teknike nga 1922 deri në vitin 1933, kohë pas të cilës u shtetëzuan nga qeveria e Zogut dhe u kthye në Amerikë. Fulci u rekrutua nga OSS, shërbimet e fshehta amerikane përpara se të quheshin CIA në 1943 dhe jo gjatë kësaj kohe që ai trajtonte shkollën teknike. Në vitet kur studionte Mehmet Çeu në shkollën teknike, Fulc nuk merrej me veprimtari agjenturore. Perlat Çavushi shkruan se nga të gjitha dokumentet e CIA-s dhe nga servisit të deklasifikuara, deri më sot nuk ka as më të voglin konfirmim që Mehmet Çeu ka qenë në shërbim të tyre. Në këtë kontekst, qoftë varianti Enver Hoxhës, qoftë ai i Nexhmies, bien poshtë, që nga 1990-tat mediat e shkruara dhe ato televizive u mbushën me shkrime dhe komente rreth enigmës nëse Mehmet Çeu vrau veten apo e vran. Në kundërshtim me rregullat e arkivit të shtetit, u publikuan dokumente akoma të pa deklasifikuara, proces verbal të byros politike të Komitetit Qendror të Partisë, ekspertiza, dëshmi të gjitha kategorive shoqërore, proces verbale të arratisurish, pjesë të stafit që i shërbente Mehmet Çeut, u shkruan libra dhe u organizuan konferenca. Ishte edhe mbetet një temë për afër 42 vjet, për të cilën opinioni publik është shumë i interesuar dhe i pangopur,